ora që ndalonte vetëm për dashuri. Në një qytet të vogël, në një dyqan antikash të mbuluar me pluhur, ndodhej një orë dore në art. Ajo nuk kishte punuar për vite me radhë. Pronarët thoshin se ora ishte e prishur, por në të vërtetë ajo kishte një sekret. Ajo ndalonte vetëm kur dikush ndjente dashuri të vërtetë. Një ditë, një djalë I quajtur Elio hyri në dyqan për të gjetur një dhuratë për një vajzë që I pëlqente. Sa po mori orën në dorë, ajo ndaloi. Pronarja e vjetër e dyqanit e pa dhe buzëqeshi. Duket se ajo zgjodhi ty. Elio nuk e kuptoi menjëherë, por ja dhuroi vajzës, Alesia, dhe I tregoi se kishte ndalur pikërisht kur mendoi për të. Alesia e mbajti orën çdo ditë. Dhe her pas here, kur Elio e prekte dorën e saj, ose kur ajo ndjente diçka të fortë për të akrepat ndalonin. Jo për të prishur kohën, por për ta ruajtur atë, si kujtim I një momenti ku dashuria ishte e pastër, e thjeshtë dhe reale. Thonë se ora ende ndalon ndonjëherë edhe sot.